në këtë edicion do të ndiqni. Janë betuar sot zyrtarisht 120 deputetët e legjislaturës së 9 në Kuvendin e Kosovës, ndërsa ka dështuar pas 2 tentimeve zgjedhja e kryeparlamentarit. Kosova sërish ka protestuar kundër shtrenjtimit të energjisë elektrike. Organizatorët thonë se protestat do të vazhdojnë prapë. Besimtarët katolik nesër festojnë të dielën e Pashkëve, festën e ringjalljes, bashkimit dhe traditës familjare. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. 120 deputetët e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës janë betuar sot. Betimi i deputetëve i hapi rrugë pastaj votimit të kryeparlamentarit të Kuvendit të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje, si parti fituese në zgjedhjet e 9 shkurtit, propozoi deputeten Albulena Haxhiu për pozitën e të parës së Kuvendit, por deputetja Haxhiu nuk arriti të marrë besimin e plotë të deputetëve për postin e kryeparlamentares në 2 tentime radhazi. Ndërkohë, seanca u shtypur të hënën në orën 15. 120 deputetët e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës janë betuar sot. Kjo u arrit në tentimin e tretë për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Betimi i deputetëve i hapi rrugë pastaj votimit të kryeparlamentarit të Kuvendit të Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje, si parti fituese në zgjedhjet të 9 shkurtit, propozoi deputeten Albulena Haxhiu për pozitën e të parës së Kuvendit. Në votimin e zhvilluar gjatë seancës konstituive të Kuvendit, Haxhiu mori 57 vota për, 19 kundër dhe 3 abstenime, që nuk i siguroi asaj shumicën e nevojshme për të marrë drejtimin e institucionit. Pastaj nën kryetari i lëvizjes Vetëvendosje dhe ish kryetari i Kuvendit Glau Konjufca edhe një herë përsëriti nominimin në emër të partisë fituese, duke bërë thirrje për mbështetje nga deputetët. Propozimi i lëvizjes Vetëvendosje që deputetja Albulena Haxhiu të merrte postin e të parës në Kuvendin e Kosovës nuk mori pëlqimin e shumicës. Pas 2 tentimeve për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari vendosi që seanca të shtyhet pas 48 orësh, saktësisht të hënën në orën 15. Kosova sërish sot ka protestuar kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Protesta ka nisur në orën 12 në Prishtinë, pikërisht në kohën kur pritej të niste edhe seanca e konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike është protestuar sot prapë në Kosovë. Luan Hasanaj nga organizata Asnjë cent më shumë ka pohuar faktin se sot numri protestusve nuk ishte ashtu siç do të duhej të ishte, por ne edhe sot për të tretën herë kundërshtuan vendimin e zyrës. Sot qindra qytetarë u bën bashkë në protestën e tretë për ta kundërshtuar vendimin e dëmshëm të zyrës së rregullatorit për energji për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Protesta u organizua përballë Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe nga aty një marsh deri te sheshi Zahir Pajaziti, ku është edhe ndërtesa e Ministrisë së Ekonomisë. Dëmin kaq të madh që do shkaktoi ky implementimi i këtij vendimi të dëmshëm, normalisht numri nuk ishte aq sa do duhej, pra do duhet kishte shumë më shumë qytetarë, sepse ky vendim e prek gjithë secilin, pra rritja e çmimeve do të ndikojë enorm në jetën e gjithë secilit qytetar të Kosovës. Megjithatë, ishte një numër i kënaqshëm. Hasanaj tha se do të vazhdohet të protestohet prapë deri në arritjen e qëllimeve tona. Protestat nuk do të ndalen, shumë shpejt do të dalim me njoftimin për protestin e radhës, e cila do të bëhet shumë shpejt, dhe qytetarët nuk do të ndalen as edhe një herë duke e kundërshtuar këtë vendim të dëmshëm deri në pezullimin e tij. Aktivisti Hasanaj gjithashtu tha se do të shfrytëzojnë secilin mundësi që të mos lejojnë rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Pas rritjes së çmimit të energjisë elektrike dhe shumë artikujve të tjerë, duket se as çmimi i bukës nuk do t'i shpëtojë rritjes. Kjo pasi njëri nga bukpjekësit në Gjakov thosë se çmimi i bukës dhe produkteve tjera shoqëruese në furrë do të bësojnë rritje pas konsultimeve të përbashkëta me shoqatën e furtarëve.
Pas rritjes së çmimit të energjisë elektrike dhe artikujve tjerë bazik, duket se edhe buka nuk do të shpëtojë nga rritja e çmimit. Bukpjekësi Neki Binaj në një prononcim për Mediumin ton ka paralajmëruar rritjen e çmimit të bukës duke shtuar se arsyeja kryesore lidhet me tarifat e larta që po e rëndojnë mbi furrat e bukës. Tash për tash rritja e çmimit do të ketë nga rritja e çmimit energjetik. Besoj që ka me pas rritje, se ku nuk e dija. Arsyeja për din edhe vetë që është energjia elektrike, nëse qeveria nuk ndërhyn për skanimin e çmimit, besoj që do të ketë ngritje. Ne jemi të detyruar të marrim këtë hap, u shpreh Binaj. Nëse qeveria merr masa në muajin e maj, atëherë nuk do të ketë ngritje të çmimeve. Nëse nuk merr qeveria masa në muajin e maj, atëherë me siguri nga qershore do të ketë rritje të çmimeve. Rritja e çmimit të produkteve bazë si buka vjen në një kohë kur qytetarët po përballen me rritje të përgjithshme të kostos së jetesës, çka mund të rëndojë më tej buxhetin e familjarëve. Besimtarët katolik të dielën festojnë festën e Pashkëve. Pashkët paraprihen nga një kohë para përgatitore e agjërimit që zgjat 40 ditë. Besimtarja Pashke Gecaj thotë se kjo festë është festë e ringjalljes, besimit dhe traditave familjare. Besimtarët katolik janë në vlugun e përgatitjeve për festën e Pashkëve, të cilët presin ta festojnë nesër. Pashkët janë një nga festat më të rëndësishme për besimtarët katolik, pasi simbolizojnë ringjalljen e Jezu Krishtit. Besimtarja Pashkë Geca i tha për televizionin Syri se kjo festë ka një domethënie të veçantë për të dhe për gjithë familjen e saj. Pashkët ka një kuptim shumë gjatë për ne. Kjo është një festë e ringjalljes Krishtit, është festë shumë rëndësi. Premte në vdek Krishti, dilën kur janë shku tretën ditës e kanë gjetë varrezën e qiellit, domethënë se u ngjall Krishti, u ngjit në qiell. Geca i shton se për Pashk përgatiten gjithmonë ushqime të ndryshme me plot ëmbëlsira, si një simbolik e bukur për të mbajtur familjen afër në të gjitha ditët festive. Vazhdimisht me ngjyrosjen e vezëve, bëjmë gjellna të ndryshme, më interesante diçka. Edhe kemi si tradit me shku të njëri tjetri, shkojmë na vinë njerëzit, pa ndërprej, shesim ëmbëlsirat ndryshme, zim gjanat së gjashtë sende që për shembull për ditë nuk i përdorim. Janë shumë rëndësi se është gëzim shumë i madh, se kjo festë e ringjalljes ka rëndësi shumë të madhe për ne. Karakteristik në këtë festë janë vezët e ngjyrosura, prandaj kjo zonjë nuk nguroi të na pliste edhe për ritualin dhe simbolikën e vezëve të Pashkëve. E rëndësishme është kjo, sidomos është kënaqësi e madhe kur fëmijët për shembull vinë shtëpi, e lypin vezë, ju japim vezë edhe dalin se krojnë në mes vete. Ku i thehet jep edhe një vezë. Edhe kështu që dikush që ka një vezë shumë të fortë, ai merr shumë lidh, shumë vu. Sa më shumë që thën, aq më shumë lidh. E çdo shtëpi shkojnë derë më derë të i bashku vezë se cili fëmijë që vjen grumull, vinë edhe marrin e shkojnë të i cakru. Pashkët për shumë besimtarë janë jo vetëm festë shpirtërore, por edhe një kujtesë e vlerave familjare dhe solidaritetit. Klinika onkologjike në Prishtinë vazhdimisht bën përpjekje që pacientëve që vuajnë nga sëmundjet e kancerit të ju ofrohen kushte sa më të mira. Doktor Ilir Kurtishi thotë se shërbimet ofrohen në 2 modalitete gjatë 24 orëve. Klinika e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ofron shërbime onkologjike në 2 modalitete të trajtimit për të gjithë pacientët që ka nevojë, në atë të kimioterapisë ose spitalin ditor për dhënien e ilaçeve medikamentoze dhe atë të radioterapisë. Kështu shpreh Dr. Ilir Kurtishi, onkolog dhe drejtori klinikës së onkologjisë në QKUK. Klinika onkologjisë ofron shërbime onkologjike në dy modalitetet të trajtimit ose në 2 shërbimet kryesore, në shërbimin e kimioterapisë ose spitalit ditor për dhënien e ilaçeve intravenoze ose terapisë medikamentoze, ilaçeve qofshin ato intravenoze që është kryeput pjesa më e madhe dhe ilaçeve tjera tabletare të cilët merren në terapi, si terapi të ne, apo dhe terapive tjera si që në ato nën lëkurore ose subkutane për patologji të ndryshme ose forma dhënjes së ilaçeve është
e tillë. Edhe shërbimin tjetër që është shërbimi radioterapisë, i cili ka dy nënjësi, ka shërbimin bazik të radioterapisë ku bëjmë trajtimin me rrezatim të tumoreve me akselerator, dhe kemi shërbimin tjetër në kuadër të radioterapisë që është shërbimi brahiterapisë, ku çdo ditë 3 deri 4 femra rrezatohen me rrezatim të kontaktit ose direkt, pra përmes me aparatit të veçantë, rrezatohen sidomos organet gjenitale të femrës. Onkologu Kurtishi tha se në kuadër të klinikës funksionon edhe shërbimi 24 orësh për të gjithë pacientët që kanë nevojë për menaxhimin e efekteve anësore të terapive të ndryshme. Kemi edhe shërbimin 24 orë, ku pacientët cilët kanë nevojë për menaxhim të efekteve anësore të terapisë, apo dhe pacientët cilët kanë nevojë për trajtim me rrezatim paliativ, dhe pacientët cilët marrin terapi pak një kohë më gjatë, qoftë edhe ato terapi 24 orë ose 46 orë, mund të hospitalizohen dhe të monitorohen nga ekipa kujdesare e cila i përcjell këta pacientë. Pra, ky shërbim hospitalor është kryekpunkti i destinuar për menaxhimin e efekteve anësore të ilaçeve dhe për trajtimin e pacientëve të cilët kanë nevojë për marrje terapisë pak më gjatë. Mes tjera është drejtori i klinikës së onkologjisë në QKUK u shpreh se në kuadër të shërbimit të kimioterapisë, në klinikë përdorin protokole të trajtimit, të cilat janë standarde në gjithë rajonin dhe në Evropë dhe janë të zbatueshme edhe në klinikën e onkologjisë. Një projekt kreativ ka nisur të realizojnë aktivistët e organizatës e Activism Roots. Muret e trafove elektrike në disa pjesë të qytetit kanë filluar të marrin pamje krejtësisht tjetër, falënderosive plotësisht që po bëjnë aktivistët e rinj të projektit Gjallnohu. Të rinjtë e grupit Gjallnohu në organizatën Activism Roots ditëve të fundit kanë ndërmarrë aksionin për rregullimin e trafove, një pjesë të cilave përmbajnë mesazhe të këqija dhe duken keq si hapësira publike. Ideal Zhaveli, drejtor ekzekutiv i organizatës, tha se si synim i grupit mbetet rregullimi i hapësirave publike. Synimi është që me i rregullu hapësirat publike, specifikisht nëse i shohim tash trafot, ku një pjesë të në ka dhe mesazhe të këqija dhe duken shumë keq si hapësira publike. Trit e grupit Gjallnohu kanë njoftë si propozim që më rregullu këto hapësina dhe bashkërisht me ta në mënyrë vullnetare, po i rregullojmë edhe disa prej tyre brenda qytetit, atë sa kemi me mujt brenda ditëve që po vinë. Zhaveli tha se shpresojnë që nisma të tilla të ndikojnë për mirë në komunitet, kjo pasi pamjet e trafove ekzistuese marrin një pamje krejtësisht të re dhe shumë kreative fal këtyre të rinjve. Shpeshherë hapësinat publike me mesazhe shumë të thjeshta na japin një pozitivitet kur kalojmë ka ajo pjesë, kështu që po besoj që ka qenë tepër mirë me jap sa më shumë ngjyrë qytetit, edhe ndryshimet vogla që ndikojnë për mirë, po besoj edhe ndoshta ka ndiku për mirë që edhe lagje të ndryshme me rregullu një pjesë të trafove mos me lënë që me qenë as dëmtuar që janë. Nuk është hera e parë që të rinjtë të organizatës Activism Roots ndërmarrin nisma të tilla, duke u munduar të promovojnë rëndësinë dhe vlerat e punës vullnetare në komunitet. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell me temperaturat që kanë lëvizur nga 6 deri në 21 gradë Celsius. Për nesër temperaturat do lëvizin nga 8 deri në 23 gradë Celsius, karakterizuar nga moti i vranët e me diell. Dita e hënë do të karakterizohet nga moti me diell me temperatura që do të variojnë nga 11 deri në 25 gradë Celsius. Ditën e martë pritet të jetë moti ndryshueshëm me temperatura që do të lëvizin nga 10 deri në 24 gradë Celsius. Për të mërkurën parashihet mot me vranësira e reshje shiu, me temperatura që do variojnë nga 10 deri në 21 gradë Celsius. Moti ngjashëm parashihet edhe gjatë së enjtës, shoqëruar me temperatura nga 10 deri në 21 gradë Celsius. Për ditën e premtë parashihet moti vranët e me reshje shiu, me temperatura që do të variojnë nga 10 deri në 20 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni.
Janë betuar sot zyrtarisht 120 deputetët e legjislaturës së 9 në Kuvendin e Kosovës, ndërsa ka dështuar pas 2 tentimeve zgjedhja e kryeparlamentarit. Kosova sërish ka protestuar kundër shtrenjtimit të energjisë elektrike. Organizatorët thonë se protestat do të vazhdojnë prapë. Besimtarët katolik nesër festojnë të dielën e Pashkëve, festën e ringjalljes, bashkimit dhe traditës familjare. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.